Nga Vlen sot kanë deklaruar se kanë dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike Shkup kundër ish udhëheqësisë së Entit Shtetëror për Statistika, si dhe siç thonë, personave të tjerë përgjegjës në lidhje me regjistrimin e popullsisë. Nga Vlen thonë se presin që prokuroria të hapë menjëherë lënd, të sigurojë të gjitha provat materiale dhe të zhvillojë hetim të plotë. Arsyeja për këtë kallëzim penal është dyshimi serioz për marrëveshje politike dhe si pasojë e kësaj falsifikimin e rezultatit të regjistrimit të vitit 2021, me që rast dyshohet se është kryer vepër penale, keqpërdorim i pozitës dhe autorizimit zyrtar. Pasojat e këtij akti janë të thella. Numri i shqiptarëve të paraqitur në shumë fshatra, vendbanime dhe qytete është ulur në mënyrë drastike dhe të vetëdijshme. Me këtë, shqiptarët humbasin shumë të drejta personale dhe individuale të garantuara me kushtetut, siç janë përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, punësimi, përfaqësimi politik dhe barzia gjyqësore. Po ashtu, edhe institucionet janë vënë në pozitë që të marrin vendime për ndarjen e mjeteve dhe fondeve bazuar në të dhëna të gabuara dhe të zvogluara, me që rast qytetarët në shumë komuna janë dëmtuar. Kërkojmë nga Prokuroria Publike të hetojë këto dyshime. Ndërsa pritet të shihet nëse do të ketë përgjegjësi penale për ish-drejtuesit e Entit Shtetëror të Statistikës pas vendimit të gjykatës kushtetuese se ata i kanë tejkaluar kompetencat e tyre duke e ndarë popullsinë në rezidente dhe jo rezidente në regjistrimin e fundit. Kryeministri Mickoski përsëriti se regjistrimi është operacion statistikor dhe jo politik. Sipas tij, duhet të mendohet për regjistrim të ri elektronik, pasi të dhënat nga regjistrimi i fundit nuk janë relevante. Nëse ajo metodologji nuk vlen, atëherë në fakt punojmë me të dhënat nga viti 2002. Realisht, sepse nëse gjykata kushtetuese e ka shfuqizuar atë metodologji, kjo do të thotë që ne aktualisht po punojmë me të dhëna 23 vjet të vjetra. Dhe nga ana tjetër po themi se jemi kandidat për Bashkimin Evropian. Se duam në Bashkim Evropian, duhet të vendosim se çfarë duam në të vërtetë. A do të merremi me etnopolitik apo do të merremi me zhvillim të vërtetë? Të dyja nuk mund t'i bëjmë, tha Kristian Mickoski, kryeministër.